Fituesja iraniane e çmimit Nobel për paqen në gjendje kritike shtrohet në spital. Fituesja e çmimit Nobel për paqen, Narges Mohammad, është shtruar në gjendje kritike në një spital në Iran pas një përkeqësimi të gjendjes së saj shëndetësore sipas njoftimit të fondacionit familjes së saj. Sipas deklaratave zyrtare, aktivistja 54 vjeçare u dërgua me urgjencë në një spital në Zanjan pasi humbi ndjenjat dhe pësoi një atak të rënd në zemër. Raportohet se ajo kishte disa vite që vuante nga tensioni i lartë dhe simptoma të forta si të përzjera. Fondacioni bëri të ditur se gjendja e saj mbetet e paqëndrueshme dhe se po trajtohet me oksigjen, ndërsa familja ka kërkuar transferimin e saj në një spital më të specializuar në Teheran. Më herët, shqetësimin për shëndetin e saj kishte shprehur dhe Komiteti Norvegjez i Nobelit, i cili akordoi çmimin Nobel për paqen në vitin 2023, ndërsa ajo ndodhej në Burg. Mohammad është e njohur për aktivizimin e saj në mbrojtje të drejtave të njerëzit, veçanërisht për të drejtat e grave dhe kundërshtimin e dënimit me vdekje në Iran. Ajo është dënuar disa herë me burg për aktivitetin e saj, ndërsa rasti i saj ka tërhequr vëmendje dragime të shumta ndërkombëtare me thirrje për lirimin e saj dhe trajtim të plotë mjekësor.